Rame, Këshilla e Ditës, një vend që shet pasuritë e tij natyrore dhe historike, sajtet historike, monumentet historike apo ekosistemet natyrore, gjërat e rralla që ka për ekonominë e ditës, është si një familje që shet bizhut e gjyshes për të ngrënë buk, ato florinët e gjyshes, varset e unazat e floririt që ka lënë trashëgim gjyshja për të ngrënë buk. Ndodh vetëm në një rast, kur babaja e asaj familje është një drogaxhi, është një kumarxhi, një i paaftë që nuk siguron dot të ardhura ndryshe përveçse duke shitur bizhut e gjyshes. Në rregull, kje parasysh të kur flet për këto projekte të Zvërnecin apo portin e Durrësit. E para, e dyta, që ta kuptoj drejt, ata që duan të të rrëzojnë ty i shërbejnë Grekut, Serbit, Rusit, së fundmi Iranit, sepse i bie që ti shoku i Vučićit, partneri kryesor i Vučićit, je patrioti i madh? Po ku ka shërbim më të madh për Serbin, Rusin, Grekun, Iranin, se sa të lësh ty kryeministër? Se me ty kryeministër jetësohet shpreha legjendare Gjergj Fishës, si është shqiptari si çdo vet serbi, o shoku Vučićit. Në rregull? Në gjarë sot vlla. Mendohu. Vazhdo mendohu, s'ka gjë, aty jemi. Ciao.